Ky vendim nuk është thjesht teknik, por është një hap i domosdoshëm për të ruajtur vazhdimsinë e projekteve tona dhe për të siguruar që asnjë qytetar i Prishtinës të mos mbetet peng i vonesave të imponuara. Bartja e mjeteve është mjet ligjor për të garantuar që investimet tona në infrastrukturë, në arsim, në shëndetësi, në mobilitet urban, në mirëqenien e familjeve dhe punëtorëve të ndërmarrjeve publike të vazhdojnë pa ndërprerje. Kjo bartje nuk është luks, është domosdoshmëri. Ne jemi këtu për të punuar për qytetin, jo për të bërë peng i kalkulimeve politike. Vetë fakti që jemi sot këtu është dëshmi e marrëzisë politike dhe ligjore të përparim Ramës. Për muaj të tërë, Kaçar e ka uluritur nëpër studio televizive duke akuzuar qeverin për blokim të hyrave vetanake. Dhe vetëm kur punëtorët e trafikut urban dolën rrugë, kur autobusët ndaluan qarkullimin, kur qyteti u blokua, atëherë befasisht e kuptoi se bartja e mjeteve nuk bëhet nëpër studio televizive, por bëhet këtu në kuvendin komunal. E përdori këtë strategji gjatë fushatës për zgjedhje lokale. E tash bashkë me shefin e vetë, provoj ta përdor edhe në fushat për zgjedhje nacionale. U tha qytetarëve se qeveria ja ka blokuar mjetet. Gënjeshtër. Afër 90 milion euro janë alokuar komunës gjatë këtij viti nga qeveria. Ne Asamblesë të Televizës Vetëvendosje do ta votojmë bartjen e mjeteve, do ta votojmë jo për ta shpëtuar përparim Ramën, por për t'i ndihmuar përkohësisht Prishtinës nga zullumi i përparim Ramës. Votojmë sepse kemi detyrim ndaj qytetit. Ndërprerja e shërbimeve publike përfshir transportin publik të autobusëve për shkak të mospagesave. Kjo vetë sa e rëndon edhe më shumë jetën e qytetarëve të Prishtinës. Si dhe të punëtorëve në ndërmarrje publike që nuk po marrin pagat e tyre dhe dikush për këtë situatë duhet marrë përgjegjësi. Grupi Asamblesë të Partisë Demokratike të Kosovës për mandatin 2021-2025 betet i vendosur të kontriboj me seriozitet për zhbllokimin dhe tejkalimin e kësaj gjendje në këtë mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit. Bartja buxhetore e mjeteve nga viti 2024 në vitin 2025 mund të paraqes një zgjedhje të përkohshme, por është e domosdoshme të dihet nëse kjo bartje shërben si mundësi për të rikthyer shërbimet esenciale në kryeqytet. Jemi para një krize sociale pa mjete për të funksionalizuar shërbimet bazike të qytetarëve. Dhe nëse marrim historiatin dhe ta shohim këtë pikë se si është trajtuar në kryeqytet, kjo është hera 5 ose 6 që po e trajtojmë edhe buxhetin edhe bartjen. Dhe nëse i përcjellim deklaratat tona në këtë foltore gjatë vitit të fundit, sot jemi fatkeqësisht pikërisht aty ku ju pata paralajmëruar se mund të vijë kryeqyteti. Kalkulimet e ulta e kanë sjellë kryeqytetin në këtë gjendje. Uroj që ky mandat të jetë mësim se politika është më shumë se betejë, është më shumë se kundërshtim. Miratimi i propozim vendimit për bartjen e mjeteve është domosdoshmëri. Nuk është teori politike, është e vetmja mënyrë të mbrojmë shërbimet bazike dhe përgjegjësi e jona ndaj qytetarit të kryeqytetit. Pa këtë vendim, procesi bllokimit vetëm sa do të thellohet, me këtë vendim nis stabilizimi, por jo zgjedhja e problemeve në përgjithësi. Kjo seancë ka mundësi sot ta ndalë këtë spirale të dëmeve. Ka mundësi ta kthej transportin në funksion. Faktikisht jemi në një gjendje të mjerueshme. Vi nga një familje e cila ka lind, e ka pas aktivizëm që të kësë. Bab jam ka qenë vazhdimisht kështu krah i GDK-s. Po e keni rrugën janë shumë keqe, shmica e juj ka shkel edhe mbi gjakën e veprimtarëve të vrarë.
falenderoj edhe një herë të gjithë asamblezëve prezent që votuan sot këtë bartje, e cila do të ndihmoj kauzës tonë për me zhblloku proceset në kryeqytet. Uroj edhe një herë që edhe 35 milion tjerë të zhbllokohen nga Ministri i Financave në detyrë. E po ashtu pajtohem që çështja e buxhetit do të ishte shumë më ferm që të votohet prej asamblezëve të ri, sepse edhe sot e mora lajmin që janë certifikuar tash edhe kryetarët, kështu që tash mundi me vendosë seancën e re.